Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti ka mohuar lajmin se lëvizja e vetëvendosje ka arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të bashkëqeverisur në Prishtinë. Kryetari i Prishtinës deklaroi se nuk do të ketë koalicion. Nuk ka asgjë të vërtetë. Ne jemi të vendosur për bashkëpunim me secilin asamblisë, por siç e kemi thënë nuk do të bëjmë koalicion me asnjë parti. Jemi për bashkëpunim, por jo për koalicion, e shprehur Ahmeti për mediat kosovare. Mediat kosovare publikuan se vetëvendosja do të fillojë bashkëjetesën në Prishtinë me koalicion. Sipas tyre, disa veprime të vetëvendosjes ishin interpretuar dhe para se të kishin informacione të reja për koalicion. Ndonse kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ka emëruar tashmë drejtorët e ri të kabinetit të tij për qeverisje, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s nuk mund të përjashtonin shkruanin gazetat në Kosovë. Vetëvendosja arriti një fitore spektakolare në Prishtinë në zgjedhjet e fundit vendore. Ajo arriti të largojë nga pushteti kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili qeveriste Prishtinën prej vitesh.